rikthyer këtu në Kinotek me Florin dhe me Gonin, do vazhdojmë bisedën tani. Edhe me qira fjala mua, unë kam emrin e Gon dhe shkurt më thon Goni. Edhe unë kam Florian dhe ngriqim thrasin Jani. Dhe të dy jeni me origjinë nga Vlora. Po, për më tepër, jemi me origjinë nga Vlora të dy, po. Megjithëse nuk dallohemi që jemi me origjinë nga Vlora të dy. Jemi rrit në Tiranë, prandaj. Jo, unë në Vlorë jam rrit, po që është vlonjati i zbutur, ja ti shpesh. Jam ç'ndodhi me dialektin tënd? Flor, rikthehemi tek portokallia. Sa aty janë fillesat. Cili është momenti që ty të ka mbetur në mendje si më i bukuri në të gjitha vitet që ke performuar në portokalli? Ka shumë momente të bukura, për shembull momente që janë me emocion të jashtëzakonshëm, me frikë, me pasiguri, është kur ti krijon një personazh të ri. Kur ti do i paraqisësh publikut një personazh, pasi i ke dhënë një personazh të cilin publiku e mirëpret, e do, e beson, Eduard Roket, e pëlqen, dhe kur ti do i japësh një personazh të ri, është gjithmonë kjo pikpyetje sepse publiku gjithmonë, të paktën publiku i atërshëm, që s'kishte celular, që të ndiqte vetëm një herë në javë. Sa i bukur ishte televizionin atë kohë, realisht. Sepse ti ishe vetëm në një moment të javës në televizor. Në moment që ti dole vetëm kurave, përpara shtëpisë, dhe dielave, dhe në YouTube, dhe në Facebook, dhe në Instagram, dhe TikTok, pra ti e gjen kudo, i bie vlera çdo produkti. Kur ti bëj një personazh të ri, mbaj mend për shembull për çdo personazh të ri që unë sill dhe unë kam pas një gardë brendshme për shkak edhe të formimit tim në artet pamore, doja që t'i sillja publikut jo vetëm 1, 2 ose 3 personazhe, po doja të bëja konkurrencë me veten tim deri ku mund që duhet të shihej limitet e mia. Dhe krijoj gjithmonë personazhe të reja dhe fatmirësisht nuk është se kam dështuar ke personazhe. Njerëzit e kanë gjetur veten tek të gjitha personazhet. Po për shkak kur bëra policin, pasi kisha bërë Diramën për gati 1 vit e gjys, unë doja ta bëja bodyguard. Që ishte bodyguard, Gonin sa duhet ta bësh polic. Edhe çelësi i suksesit, që ja u them edhe të rinjve dhe të rejave që duan të bëjnë aktrim, që të bësh një personazh që të pëlqejë shumë mirë, është që të bësh një kolazh karakteresh, që do të thotë. Duhet të ketë shikimin tënd, duhet të ketë buzëqeshjen tënde, duhet të ketë qëndrimin e trupit të tjetrit, dialektin e tjetrit, të menduarit të tjetrit, backgroundin e tjetrit, dhe kur ti arrin ti të pothisësh kaq mirë në një personazh, pra mos të çdoj asnjë cop të mos bjer kur ti bën atë vrapin e hyrjes në skenë, atëherë publiku e gjen veten tek një copë të më radh. Pastaj e dyta është ajo që thua. Dhe ajo pjesa e dytë përveç krijimit të personazheve është edhe evolucioni që ata psojnë. Shumë personazhe kanë ndërtuar në portokalli për shkak se kanë ngelur po në një vend ai. Pak a shumë si legjenda e migrantëve që u kputet filli kur hikin dhe kur vinë duan ta ngjisin aty ku e kanë lënë. Ata ngelen gjithmonë në vitin që kanë ikur. Po. Kurse kur personazhi ka evolucion, pa diskutim që është më i vërtet, edhe më i besueshëm. Unë mbaj mend për shembull, mbaj mend herën e parë të personazhit të atentatorit në Moskavë, që ishte me Lefter Xhuvelin, Lefteri më vazhdoi nga trova. Dhe kam parë gjatë këtyre viteve që ky personazh i yt ka evoluar së pari te portokallia, te rolet e portokallis, po ka evoluar edhe në radio, tek roli i doktorit, po. Ai është shembulli i një personazhi që ka ndryshuar, duke mbajtur thelbin, po themi. Po. Ai personazh ka filluar fillimisht në radio tek emisioni Rikoshet. Okay. Po, dhe aty e fillova për ta testuar, a ngjit apo s'ngjit. Dhe më pas e përdora edhe tek atentatet. Dhe atentatet me qarallafi janë krijuar me Gent Bacon për gjysmore. Pra, ora bëjmë një gjë kështu po, bëjmë kështu po, si t'ia vëmë shumë atentatori, ai që vret, bëm audicion, fitum. Pra, për gjysmore janë krijuar atentatet. Pastaj rrugës kanë pësuar evolucione të jashtëzakonshme. Po ta dëgjosh atentatorin e parë me atentatorin e fundit, që kanë bërë këtë censusi ke kanali im i YouTube-it, ka ndryshuar goxha, është pjek goxha, është më i thellë, thot, domethënë nuk është e vërtetë që ka, sepse i bie gati 20 vite diferenca, 15 vite diferencë ka. Po, goxha vite diferencë. Megjithatë thelbi është ruajtur. Është po i njëjta gjë, pra unë përdor humorin për të bërë ty të buzëqeshësh dhe nëpërmjet humorit unë t'jap mesazhe të shkund pak nga ajo plurit përditshme që na zot gjithë. Kjo fjala shkund me Florin nuk e di pse. Më kujton atë video me famshme. Më shkundin e tapetit.